përgjigje, doktor. Disa nga pyetjet që kisha determinuara përgjigje. Mes tjera është lidhur me forcën e nevojitur të shkaktuar të vendim. Por, në kushte normale, unë nuk kam nevojë as me po pyetje, sepse nuk besoj që një shenjë në dorë mund të shkaktohet nga dikush që as nuk ka qenë prezent në momentin e vrasjes e parë. Por prokurorja në aktakuzën e saj pohën që kjo shenjë është shkaktuar nga une, sepse sipas saj kam mbajtur bashkëshortën time për, si thot kjo, për mos t'ju shmongur klumbi. A thot raporti juaj këtë, që a vërteton kjo që unë e kom bajt gruan time në momentin e vrasjes? Mjeku ligjor nuk paragjykon pozita apo situata të cilat kanë mund të jenë në momentin e vrasjes së tani më të ndjerës. Mjeku ligjor ka obligim që të bëj përshkrimin e qartë të çdo dëmtimi trupor, duke i përshkruar karakteristikat e dëmtimeve trupore, në bazë të cilave bëhet edhe interpretimi i provave mjekurigjore, për prokurorin e shtetit në fazat e hetimit, dhe për kolegjin e trupit gjykues në fazën e gjykimit. Prandaj është shumë normale që në një raport autopsie nuk mund të shënohen pohimet e tilla. Po, doktor, ju në raportin tuaj tregoni që dëmtimi është shkaktuar në periudhën kohore jo me gjatë se 1 orë para vdekjes. Që do të thotë, ka mund ndodhë 59 minuta para vdekjes ose 10 sekonda para vdekjes. A është saktë kjo? 59 minuta apo 10 sekonda para vdekjes. Është saktë. Kjo ka mund të shkojë deri në 3 orë para vdekjes. Në raport thuhet 1 orë. Nëse ka mundësi veçme, po. Ne, ditë përgjigje. Kjo ka mund të shkojë njerë deri në 3 orë, prej 0 deri në 3 orë para momentit të vdekjes. Prej 0 deri në 3 orë para momentit të vdekjes. Pasi që, si që theksuar më herët, Endira ka qenë obeze, dhe për këtë arsye, variablat e periudhës kohore të shkaktimit të këtij dëmtimi zgjerohen. Apo jashtohet mundësia e vetë dëmtimit në momentin në tentativë për ikur apo diçka tjetër? Jo, nuk mund të përjashtoj. Unë nuk mund të përjashtoj. Edhe nuk është detyre jeme.